për të folur për këto gjetje të avokatit popullit dhe problemet tjera drejtësisë, kam avokatin dhe ish prokurorin Ervin Karanxha. Ervin, kënaqësi të kem studio. Faleminderit që bashkova. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Shqetësuese situata në burgje apo jo? Po nga ajo që ti ke parë. Kjo është një situatë, nuk është sot se ndodhen sot që ne konstatuemi fakt sot o bobot çana gjeti. Kjo është një situatë e trashëguar në vite. Problematika në burgje ka kohë që është, pra burgjet një pjesë e tyre janë jashtë standardeve, duhet të bëhet merremetime, madje mund të bëhet dhe herë nga e para, sepse kanë lagështirë, kanë problematika, por duhet të shohim dhe anën e sigurisë. Pra anën e sigurisë, sepse qëllimi i burgut është siguria. Pra që të jeti sigurt, ne kemi parë shumë pak ngjarje. Për i vërtetës. Pra, domethënë kurse përsa i përket ne konstatohet që dhe në kuadër të reformës në drejtësi janë investuar rreth 400 milion euro dhe në rezulton që në burgje që janë institutet që ekzekutojnë vendimet penale nuk është investuar fare. Dhe në gjykata nuk është investuar fare, sot kishte rënë fasada e gjykatës Durrësit. Si kishte rënë fasada shqyrjes kishte pas njerëz. Shem fasade jashtme dhe tani ku janë parat? Pra do hetojmë pëse se janë bo investime së shumë e letë, ti konstatojmë të. Shumë e letë është, po shumë bukur, burgu nuk plotëson kriteret. Po pëse arrit e parë herë, pëse po futen shqiptarët në burgje në raport me vendet e tjera evropiane, dhe situate e dytë është që mirë i mbyllëm këto 5 burgje, po ku ti çojmë burgaxhit? Se s'mund t'i nxjerrim jashtë, s'mund t'i marrim në shtëpi. Prandaj kjo është një situatë e koklavitur në sistemin e drejtësisë. Me kaloi kolegu Ledio Alidi ka sjell kolega nga Durrësi ka sjell Vito Drilon me pamjet e fasadës Durrësit me që përmendë dhe kemi për shumë pak. Ndjes Ervin që ndërpreva, po ka rënë copa nga suvatimi ka rënë domethënë në gjykatën e Durrësit, po. Do kemi video për pak. Po, ideja është që duhet shifet kushtet e gjykatës, sepse kemi një degradim sistemit drejtësisë, kemi mbirgakim dosjesh, 150.000. Na thanë që do morim një specialist serb që ti marrim me menaxhimin si të marrim dosjet. Kështu rodhe një ekspert serb. Po ne i kishim tonët, pse i hoqëm? Jo, po të morim në një tjetër, se s'ka lidhje fare. Jo, morim serb, morim në një kroat. Tani ne keshim specialistët tanë. Pra, mbi ngarkesa në burgje, po. Mbi ngarkesa, sepse e njëjta gjë që punon në burgje, po ndodh edhe me sistemin e drejtësisë. Nga gjykata reflektohet në burgje. Pra, kemi një çorientim total të drejtësisë, sepse dhe burgjet, ekzekutimi i vendimeve penale, janë pjesë e drejtësisë. Edhe të dënuarit kanë drejtat e tyre, se ti s'mund t'i vesh një njeriu mas sigurimi arrest në burg dhe të vujej. Trish aty parë si do s'ka kush dhe rri, që ti shpikësh i smundje. Prandaj kjo është një këmban, reflektimi për gjyqtarët dhe prokurorët në lidhje me caktimin e masave të sigurimit arrest në burg, dhe një këmban tjetër për masat për dënimet alternative. Duhet kemi dënime alternative në sistemin e burgjeve. Sepse kjo nuk është se ndodhi sot, e konstatuam sot. Ja, me logjiku, u mbyllën 5 burgje, ku ti çojmë njerëzit, ti majmë në shtëpi. Kështu që këtu kemi një mos akordim dhe një dështim të shtetit, dhe në thelb është dështimi i reformës në drejtësi në lidhje me drejtësinë. Pra, deshit bënin këta njerëz drejtësi, kanë bëu pa drejtësi, duke i majtë shqiptarët në burgje jashtë kushteve, në kufit e torturës. Kush është burgu me Ervin, për shkak të edhe se ka qenë ish prokuror, edhe si avokat, i ke parë po se gjithë burgjet. Po shkojnë burgjet. Kush është burgu që është më problematik, në gjithë më të rëndë për ty? Problematik, burgjet kanë sektore të veçantë, se për shkak mund bëhen investimet e një sektor është një sektor tjetër. Këto vjen më problematik mund të jetë. Ka probleme me insektet natën që na tregojnë të paraburgosurit, domethënë ka nevojë për dispektime, ka problem. Po gjithë janë pak a shumë se janë burgjet vjetër, sepse edhe burgjet duhet të rinovohen. Me zhvillimin e shkencës duhen dhe izolimet, pra kemi lagështirë, domethënë. Ka lagështirë shumë.